Jemi rikthyer në studio, po flasim për turizmin. Me qenë se na ka mbetur më pak kohë në këtë pjesë të dytë, dua t'ju tregoj vetëm një të dhënë, të cilën e publikuam ditën e djeshme nga një studim që bëri Instituti Kërkimor Data Centrum. Regjia, kam 2 grafikat që nuk i kemi nxjerrë ende, përveç grafikës që nxorëm pjesën e parë. Kjo, sa shpenzojnë turistët, se kam 2 pyetje këtu. Pra shpenzimi mesatar për person është 87 euro në ditë, ose në grup 233 euro, dhe totali i përgjithshëm në grup 2025 euro dhe 761, por i referohemi personal 87 euro në ditë. Tani a është ky turizmi, turisti që ne duam, na intereson në Shqipëri? Pra ky që shpenzon kaq, dhe të mos harrojmë vetëm një gjë, duhet ta shtoj këtë, që intervistat janë zhvilluar ose studimi është zhvilluar në fund të mes gushtit deri në fillim shtatori, atëherë kur është piku i turizmit, po themi, dhe i turistëve që kthehen. Dhe janë pyetur turist pasi kishin përfunduar pushimet, pra në një moment ku është kulmi. Pra është vitit kaluar, Erle, nuk është vitit kaluar, po, e vitit kaluar në momentin kur po largoheshin në kulmine. Pra është ky turisti që duam na intereson, dhe nëse jo, a duhet pra të zgjerohemi drejt turistit më elitar që shpenzon më shumë, dhe nëse po, çfarë duhet t'i ofrojmë atij turisti? Pra duhet t'i ofrojmë, se di, resorte, kazino, fusha golfi, këtu doja të dilja, se ti nuk pret flogert, këtu doja dilja. Pra a janë mirë investimet të tilla, pra që na i ofrojnë këto, se mund të na sjellin një turist më elitar apo jo? Ela, më lejo që të këtu doja dilja, dhe kam dhe Auronin pastaj në... Po, më lejo të kthehem pak minutat më përpara të emisionit juaj, duke përfshirë dhe Auronin, po edhe Vajgjel Kavon, po edhe studentit tim nderuar Flavion së bashku me Fior Albert. Aha. E pas ke patur student, Flavion, se di. Po, unë jam plotësisht dakord me ato opinione që u dhanë, sepse realisht problemet që u ngritën qëndrojnë. Edhe ato që thotë Auroni qëndrojnë, edhe çfarë thamë ne në studio qëndrojnë, bëhet fjalë për një treg, për një sektor që është mjaft i rëndësishëm, një nga sektorët prioritar që është aktuar tani në Shqipëri pas së zbujësisë, madje të ardhurët më të mëdha tani po i sjell turizmin, në ndryshim nga shumë vite më parë, sepse Shqipërisë mungon pjesa që lidhet me strukturën produse, gjë që është një mangësi e madhe. Janë një çështje që duhet të debatohen në studio, por me një kusht. Kush është kushti? Në studio duhet të jenë qeveria. Pra duhet të jenë njerëzit të cilët... Nuk erdhi. Nuk ardh Flogerti apo përgjithësisht? Nuk erdhi. Çfarëdo që të ngrihet. Flogerti nuk është përfaqësues i qeverisë. Çfarëdo që të thotë edhe i nderuari Auron, po edhe ne të tjerë që jemi këtu, e kemi të pamundur që ta afrojmë një zgjidhje, apo të themi një, ne thjesht mund të japim një opinion ose një opinion, një mendim tonë, një analizë tonë. Jam shumë e qartë që kështu ndodh në momentin që nuk e ke qeverinë. Këtyre shqetësimeve që janë ngritur janë pikërisht ata që janë votuar dhe që kanë pozicione të caktuara. Patjetër. Unë ndjehemi keq ardhur jo vetëm në rastin tuaj, se e kam provuar edhe në kurrizin tim që në përgjithësi kur bëhen debate të kësaj natyre, mungojnë ata që duhet të sillen argumenta. Mund të ketë shumë gjëra në këtë që themi ne, që mund të mos qëndrojnë, po dakord. Mund të qëndrojnë gjitha këtë desha temë dhe mund të mos qëndrojnë, por ne nuk e kemi atributin që themi e ka Flavio gabim, po i drejtojmë Flavios me që e ka më të njohur, ose e ka Bardhi gabim. Ideja është që këtë duhet ta thonë ata që janë autoritet. Patjetër. Mungesa e tyre është një siç bëri zoti Tavo shpjegimin e vet. Dakord, ne pyetjes që i bëri Flavio. Është në drejtën e vet të thotë atë që do të thotë, un kam qenë sepse aty te ajo kështjella apo vendi ku Shpella Ciklopit. Aty është vend që unë lija makinën, pra është vend parkimi, lija makinën mund të dera. Lavazho, mirë e ka Auroni që thotë. Lavazho është pak më tutje, unë kam mirë brenda, është vend parkimi aty. Ve makinën kur duhesh të dalësh pishtë një kafe për 100 metra më lart. Kështu që është normale që njerëzit të shpjegohen. Pjesa që lidhet pastaj me sektorin e turizmit apo me të drejtë me emisionin që me të drejtë toni që cili është vendi, cili është pozicioni, pse janë këto tregues, është një çështje që duhet trajtuar, ju bëni mirë që e trajtuat. Unë ndoqja me shumë mendje emisionin e mbrëmshëm dhe veçanërisht edhe analizën që bëri doktoresh Soni Leqishit e ju, sepse ne kemi shumë pak nga këto mesazhe që vinë, pra që vinë detyrimisht duke pyetur. Studime, po thua. Janë pyetur turistët, opinionet tona janë tjetër gjë. Kur unë i referojmë shifrave, i referojmë gjithmonë një institucioni zyrtar, qoftë Instati në rastin tonë apo Eurostati kur do të bëj krahasime. Ndryshe është të kesh një opinion, ndryshe është të kesh të ti referohesh shifrave, fakteve, po. Ka shumë vite që qeveria shqiptare nëpërmjet Instatit tashmë edhe matjen e numrit se ne kemi pasur problem shumë të madh cilët do quhen turist. Sepse thoshim që kanë hyrë kaq milionë dhe pastaj na dilte diferenca që vëllai im që është në Selanik vjen 6 herë, për shembull, vjen 6 herë nuk po të jetë turist. E numërojmë si turist. E numërojmë si turist dhe edhe kjo zgjidh. Pjesa që lidhet me të drejtë me shpenzimet ka qenë nga problemet të mëdha që kemi patur ne si biznes e turizmit, dhe unë tani do të themi gjë. Çfarë? Që ne mund të themi çfarë duam për qeverinë.
Sot 90% prodhimit të brendshëm bruta, më shumë se 90% e prodhon biznesi. Vetëm vitin e kaluar 340 njësi të reja akomoduese janë shtuar nga biznesi, nuk ka patur dorë qeveria. Qeveria sigurisht ka të drejtën e vet që të artojë plane. Atëherë kjo do të thotë që s'duhet sulmojmë biznesin, pra Bardhi po thua. Jo, nuk duhet ta sulmojmë biznesin, por shkak sepse siç po them tani, qoftë nëpërmjet, ne themi vërtet që qeveria është punëdhënësi më i madh, sepse kështu ndodh në çdo vend të botës. Po të mendoni se sa janë njerëzit që punësojnë në sektor të ndryshëm, duke filluar nga turizmi e vazhdoni dhe me bujqësinë me të tjera, do shikoni që atributet më të mëdha të politikave që lidhen me zhvillimin e një vendi, të pjesës që vjen në buxhetin e shtetit pikërisht nga këto i ka biznesi. Dhe unë në të tëra rastet them, askush nuk mund t'i bjerë në qafë biznesit. Tani për biznesin e turizmit. Kemi pasur një debat të madh që lidhej me yjet e bizneseve të tjera, dhe për të cilët u tha disa herë që ka patur ndikim kjo protesta e merat. Në gjykimin tim nuk është se ka patur një nivel kaq të lartë për të thënë që ndikimi që u bë solli ulje të turistëve. Jo, nuk është kjo. Për mua është politika që duhet të ndiqen mbi bazën e strategjie që është miratuar, që është deri në vitin 2030, për të stimuluar rritjen e këtij sektori. Dhe rritja e sektorit ju me të drejtë dorë të pak më përpara se cilat ishin opinionet e bizneseve e turistëve tuaj. Dhe e pat që ishte infrastruktura, e pat që ishte pastrimi, e pat që ishte një sër elemente të tjerë që lidhen me funksione që vinë, qoftë nga qeveria qendrore, qoftë nga qeveria lokale. Pra, në të tëra rastet biznesi mund ta bëjë hotelin, në thash janë bërë 340 hotele të reja për një vit, për 2025. Po biznesi nuk mund të bëjë dhe rrugën deri te hoteli, nuk mund të bëjë dhe kanalin e kullimit. Pati një qëndrim të jashtëzakonshëm të qeverisë shqiptare që u kundërshtua nga biznesi deri në gjykatën administrative, që kishte të bënte me impjantet e pastrimit të gjitha bizneseve në zonën bregdetare, po dhe më tetë, të cilave ju kërkuar në mënyrë ultimative që të vendosin impjante pastrimi, ndërkohë që ka një handikap. Dhe unë se di pse gjykata nuk ka ditë të dalë në përfundim. Handikapi është që unë jam sipërmarrës në turizëm. Unë paguaj taksën e pastrimit, taksën e gjelbërimit, të gjitha taksat që më kërkohen, sipas ligjeve shqiptare. Dhe unë duhet ta kem kanalin e ujrave ngjitur në hotelin tim, me qëllim që deri në ujë ta bëj te ky kanali që është publik, që është investim publik. Unë nuk mund të bëj investime mbi investime dhe kostot kanë lëvizur nga 100.000 euro deri 150.000 euro që lidhen pikërisht me këtë kërkesë të qeverisë shqiptare. Them që hallet janë shumëta, problemet janë shumëta, po një gjë mos e harrojmë. Kemi një nivel shumë të rritur tani të investimeve në turizëm. Kemi një sektor që paraprin ekonominë. Kemi 5.2 miliardë të ardhura vetëm nga sektori i turizmit në buxhetin e shtetit, nuk ja pa. Mirë pra, pa, do kishim më shumë Fiora Alba nëse do kishim një turist pak më elitar, pra jo që shpenzon ndoshta 87 euro në ditë apo 341 euro në... Më falë, Fiora, sa ta filloj. Kam dhe Auroni që do të flasë. Ja, një sekundë, përgjigjet pak Fiora Alba. Ka një ndërhyrje Auroni Fiora Alba? Ndjesi, ose do largohet. Një fjali ka mu, një fjali Fiora Alba, po. Mos e gjykoni turistin duke thënë turist me çantë në kuris apo turist pa çantë. Turisti vjen si të doj, bën si të doj dhe ka shpenzime sa të doj. Pra duhet ta mirëpresim. Sa do shpenzon, si do shpenzon. Që se i dëgjoj të biznesit që tonë erdhi me çantë, erdhi me bukë në hotel. Është ide, mos turisti vjen si çdo. Turisti e di vetë se çfarë bën. Ne nuk mund ta detyrojmë atë që të marrë restorantin tim. Prandaj është turist. Okej, Fiora Alba. Një fjali Auron, te ty do vi. Para se të shkojmë ke zotitare.